Një seancë e tensionuar në kuvend të shoqëruar me debate politike dhe procedurale pas akuzave të bëra nga ish kryeministri Sali Berisha në drejtim të ministrit Ulsi Manja dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Një ditë para seancës, Ulsi Manja kishte publikuar në rrjetet sociale foto nga një takim në Dibër me Ballukun, duke e shoqëruar me një mesazh për bashkëpunimin brenda Partisë Socialiste dhe forcimin e skuadrës qeverisëse. Kjo deklaratë u përmend në kuvend nga Sali Berisha, i cili ngriti akuza politike ndaj Manjës, duke pretenduar lidhje më të thella mes tij dhe Ballukut për te bashkëpunimit institucional. Prandaj ikënaj, prandaj jam bathaj, prandaj e merr ku është Luziu, që merr Lubin në Peshkopi, e merr se ja ka dosjen Luziut. Ja u them unë ju, ja ka krijuar dosjen me Oltën Bistrin. Ndaj vaj peçelepe i thot asaj. Pas këtyre deklarimeve, Manja kërkoi të drejtën e fjalës për të replikuar, por kryetari i kuvendit Niko Peleshi nuk e lejoi ndërhyrjen, duke argumentuar se seanca po zhvillohet me minutazh të përcaktuar dhe sipas listës së folësve. Zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replik as procedurë se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Tauland Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngele teatri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur t'ju vi radha. Seanca u shoqërua me reagime edhe nga opozita, e cila ndoqi me vëmendje përplasjen procedurale në sallë.